hera e parë që po flas me ju, kam 2 vite që flas me ju në Instagram dhe në TikTok, po gjithsesi YouTube është gjë tjetër, ë? Dolem të shohim pak qytetin me vajzat, është si një qytet dhe vogël elfësh, ka rënë dhe dëvar. Është shumë bukur dhe temperaturat janë shumë okej. Nuk është as shumë ftohtë, po dhe ngrohtë jo. Është qëllimi që të shkojmë tani me Google Maps. Një rrugë që ka dyqane, po Edhe këtu në mes të malit do shkonin në dyqane. Influencers. Ti është e mbyllur. Ndërkohë kjo këtej është pamja jonë. Jemi akoma në kërkim të dyqaneve. Nuk e di pse, por po i kërkojmë. Unë sot në mëngjes në orën 7 që u zgjodha nuk vura asnjë kafe dhe kjo është fytyra ime. Ta kisha ditur isha rregulluar. Por po e shijoj edhe kështu cozy. Gjetëm dyqanet. so pretty, so pretty. Oh. Oh. Gorgeous. Tani kjo është dhoma ime. Okej. Pa qyqja. Tani të hapim derën e dhomës time. Yay! Prit. Ku e funcion? Odeta? Ato. Do të mbyll syt. Tam ta ta. Më thoni që po janë të So cute. Më thoni që po janë të kemi dhe. Sorry, po doshin 3 javë të personalizuar. I have the pink one. Don't cry, girl, don't cry. Unë jam për të dyja. Kam shumë emocione. Stella da merr gjithë. Ne të gjitha do ndajmë bashkë. Do ta share. Mirëmëngjesi. Unë sot jam zgjuar në orën 8:30, por pastaj më zuri gjumi prapë sepse isha shumë e lodhur, më dhënë shumë këmbët nga mbrëm. Dhe fleta prapë, do zgjova vend nuk bëra të content fare nga mëngjesi, as për Instagramin, as për YouTube-in, se për YouTube-in është dhe herë e parë dhe nuk e di vërtet se si të kap ritmin e rregullimit, editimit dhe të xhirimit të videove. Por do t'ju tregoj pak çfarë ka ndodhur deri tani. Kemi veshur të gjitha vajzat pijama, të cilat Amitje na i ka personalizuar bashkë me pijamat. Do t'ju tregoj pak.
Kemi edhe jastokun që është sërish me emrin ton, Lizarta, dhe është i njëjti material me pijamat. Kemi këtë maskën për gjumin, për dritën, për syt, çfarë quhet. Dhe po flas pak çuditshëm, kam emocione. Nuk kam bërë as make-up, kam bërë vetëm pak lip gloss edhe vetëm grita pak vetullat me gel. Tani duhet bëhem gati, të bëj make-upin, të bëj disa video dhe foto për Instagramin, të vishemi edhe të ikim për aktivitetin e drekës. Për mëngjesin e hëngra, në fakt kisha ngrënë shumë ditët para se të vija në udhtim, edhe tani udhtimi nuk më ndihmon fare mua me fryrjen. Jam munduar të ha një soj, se kur nuk ha, unë nuk punoj dot, edhe nuk fokusohem dot, nuk e di, nuk i kuptoj njerëzit që thonë harroj të ha. Unë po nuk ushqeva, nuk kam energji të vazhdoj me ditën, të fokusohem, do me thënë, dua dhe ushqim të shëndetshëm. Kjo është e rëndësishme shumë. Do ju tregoj pak. Guys, dhoma është një rrëmuj e vërtet. Kemi edhe tote bag, sërish me amitje. Mua më ka humbur tripodi edhe i ka poshtë recepcioni që ta kërkoja. Nuk e kanë gjetur dhe shpresoj që ta gjej, sepse do më duhet që të tregoj çfarë po bëjmë. Pa tripodin, një influencer është asgjë. Dhe kaq. Pijamat kanë edhe këtë tote bagun që i fut brenda dhe i palos. Ngjyrë të zezë. Në fakt unë kam marrë çdo aksesor e kam marrë ngjyrë kafe dhe bezh, se mendova që do më kishte qelluar një kostum në ngjyrë tjetër, por e kam të zi. Kështu që nëse nuk kombinohem, nuk është faji im, edhe po më vjen shumë keq që nuk kam marrë as rroba të tjera në këtë udhtim, sepse vërtet vendi këtu është një magji e vërtet. Ka shtëpiza të vogla që duken si shtëpiza elfësh, edhe gjithë qyteti është shumë i vogël, është shumë cozy, është i gjithë i ndërtuar me shtëpiza druri. Kanë atë oxhakun, kanë ushqime të mira, kanë muzikë jazz në sfond. Vërtet ja super vlen që të vish në Courmayeur. Nuk e di nëse shqiptohet kështu apo jo. Madje dje hapa edhe video që të shikoja si shqiptohet Courmayeur. Mendoj që është Courmayeur. Po mund të kalosh. Diçka tjetër për mua është që nuk kam parë asnjëherë YouTube vlogs, edhe nuk e di se çfarë bëhet në YouTube vlogs. Do shikoj në vijim, po gjithsesi këtë provën e parë të YouTube-it, po e bëj kështu si të më vi. Do të tregoj pak edhe maskën e syve që po përdor këtë këtu, edhe këtë kremin e syve. Nuk e di sa funksionoj maska dhe kremi i syve për mua, por po i përdor se edhe më duket sikur më janë qetësuar pak këto rrafët e syve, se gjithmonë zgjohesha e enjtur në mëngjes, ndoshta nga që unë kaloj shumë kohë në telefon duke edituar, edhe nuk duhet, por para se të filloj gjumë gjithmonë jam scrolling për ide, për content, për si mund të sjell një risi të re në ato që unë postoj, si mund të ndikoj për mirë në ato që unë do postoj nesër, çfarë mesazhi do jap nesër, çfarë videoje dua të përcjell te njerëzit, edhe jam gjithmonë duke kërkuar ide, duke u frymëzuar në rrjetet sociale. Dhe duke qenë se qëndroj shumë kohë në telefon, mendoj që më ka ndikuar edhe tek fytyra. Kjo putra nuk është shumë e madhe, po të ndikon shumë në teksturën e lëkurës, sa i shëndetshëm është floku, kjo fryrja që unë ndjej kështu, nuk është gjithmonë vetëm ushqim dhe mos tretje. Ndjenjur shumë në telefon, unë e di që duke ndjenjur shumë në telefon, normalisht që ndikon shumë tek shëndeti i trurit, dhe shëndeti i trurit është shumë i lidhur me shëndetin e florës së stomakut, me gut healthin. Edhe normalisht që nëse janë të lidhura, nëse ti nuk kujdesesh për njërin, automatikisht edhe tjetri nuk do ndihet mirë. Kështu që, po, kjo ka qenë arsyeja pse kam qenë e fryrë këto kohë, mendoj më shumë kam qenë e ngarkuar, sado që po marr dhe suplementet që ju kam treguar në Instagram, sërish e ndjej atë ngarkesën. Dhe ky udhtimi ka qenë më shumë si një aratisje nga gjitha punët që më ishin akumuluar në Tiranë. Kam qenë vërtet e ngarkuar, sepse përveç emisionit tani që jam tek rrethi katror tek e diell në Top Channel, po bëj edhe shorteon e Big Market dhe një ditë jam tek njëra, 2 ditë përgatitje në ndër tjetra, pastaj kam vetëm 3 ose 4 ditë në javë të lira për të realizuar kontentin e bashkëpunimeve, kontentin pa bashkëpunime dhe edhe për të qenë njeri, për të qenë motër, për të qenë vajzë, për të qenë shoqe, për të qenë mikeshe mirë, për të bërë 10.000 hapat e mi, për të ngrënë shëndetshëm, për të shkuar në palestër, edhe ndonjëherë janë shumë gjëra për të bërë,
Dhe nuk mundesh sepse you're just a human being. Je thjesht njeri dhe duhet i bësh nga një të gjitha me radhë, one step at a time. Dhe kjo ka qenë edhe gjithë arsyeja e ngarkesës, por mendoj që udhëtimet janë një nga mundësitë më të mira për të larguar nga gjithë kjo ngarkesë, sepse ti ndryshon realitetin, kupton që nuk ke pse kufizosh vetëm në kapsulën ku ti qëndron atje në Tiranë për rastin tim. Shikon që ka një jetë tjetër, njerëzit jetojnë në një mënyrë ndryshe, kanë probleme të tjera, ka njerëz të gëzuar, ka një jetesë tjetër. Dhe ti kupton që bota është shumë më shumë se sa ajo që ti ke krijuar në atë mjedisin tënd të vogël në qytetin ku jeton. Prandaj më ndihmojnë në udhëtimet, se normalisht kur kthehen pastaj sërish punët janë aty, por merr një vizion të qartë, qetësohesh, frymëzohesh dhe vjen me risi të reja pastaj tek punët e vjetra që ke lënë në qytetin ku jeton. Do bëj make-upin. Në fakt nuk ka diell, por unë vendos gjithmonë krem dielli. Besoj që të gjithë vendosin gjithmonë krem dielli, edhe mua më ka mbaruar tani. Dhe t'ju thaj që atmosfera këtu është shumë e bukur. Të gjitha vajzat janë pozitive në fakt, sado që nuk i kisha takuar më parë, njësha vetëm me Alden, Estelën nuk i kisha takuar, Odetën nuk i kisha takuar, Franceskën e njoh, që nga Vera, që kemi pasur kontakt bashk, dhe Olona që është një vajzë nga Kosova që sërish nuk e kisha takuar, mirë po fatmirësisht jemi të gjitha shumë pozitive, vibe është shumë i mirë, energjia është shumë e mirë, se unë shkoj vërtet shumë me energji me njerëzit. Ka disa njerëz që thjesht nga energjia e tyre më marrin aq shumë nga vetja, më lodhin, më mundojnë, më bëjnë të sforcohem. Domethënë kur e shikoj një njeri, për mua ka një aura, ka një energji, ka një dritë, ka një ngjyrë, dhe nëse kjo aura nuk përputhet me aurën time, unë kam të pamundur të komunikoj apo të krijoj një bisedë sa do të thjesht me atë person. Ka pasur shumë njerëz në media edhe njerëz të famshëm që në televizion duken ndryshe dhe live janë komplet ndryshe. Ka pasur shumë vajza të cilat duken në për ekrani, kam krijuar atë idenë e vajzave të mira, të edukuara, të sjellshme, pozitive dhe të bukura. Dhe kur i kam takuar, nuk kanë qenë asgjë e tillë. Ka njerëz që detyrohem të punoj, që nuk kanë vibe-in apo nuk kanë një aura që mua më përshtatet, dhe nuk i keni idenë sa e lodhur jam unë në atë ditë kur takoj këto njerëz. Dua të rishtrirë, nuk kam motivim, më mbysin, më marrin gjithë energjinë që kam dhe prandaj jam shumë e lumtur që në këtë udhëtim vërtet të gjitha vajzat kanë një aura dhe një energji shumë të mirë dhe shumë të ngrohtë. Mbrëm kemi ndër mirëvënë deri në orën 12:30, kemi folur së shumti për Big Brotherin, se kjo ishte tema kryesore që na bashkonte të gjithave. Gjitha e kishin ndjekur, unë dhe Franciska kemi qenë pjesë e Bigut, po flisnim dhe po diskutonim, më shumë po diskutonim ide se sa njerëz. Pastaj mësuam që kamarieri ynë këtu në Kord Majer ishte shqiptar me origjinë nga Lezhë. Edhe sa bukur të shikosh shqiptar në çdo vend që ti shkon. Vërtet jemi kudo. Ai dinte të fliste pak shqip. Tani një gjë tjetër për mua është që kam ADHD edhe mund t'ju ndryshoj temat nga minuti në minutë se nuk e di çfarë të flas. Unë kam lënë video shumë pa bërë atje në Tiranë, edhe kur të kthehem, nuk e di se çfarë do bëj më parë. Kam edhe për të xhiruar emisionin, dhe në fakt po lexoja komente tani dhe vërtet nuk i kuptoj shqiptarët dhe nuk e di nëse do t'i kuptoj ndonjë ditë. Jo vetëm shqiptarët, por njerëzit në përgjithësi, se ne themi gjithmonë shqiptarët, por njerëzit janë kudo njësoj nëpër botë, gjithmonë ke urryes dhe njerëz negativ në çdo shtet, jo vetëm në Shqipëri. Po ne jemi mësuar shumë që të shohim njëri tjetrin dhe se duhet ta eliminoj pak, nuk duhet të them shqiptarët, njerëzit që nuk kanë një botë të tyre dhe një jetë të lumtur. Zakonisht janë këto njerëzit që komentojnë. Dhe nuk e dje hapa TikTokun, edhe një vajzë kishte komentuar nga 3 akante të ndryshme me emrin e saj, vetëm gjëra negative për mua. Domethënë kishte një dëshirë aq të madhe sa të komentonte 3 herë
keq nga 3 akante të ndryshme. Nuk e di si mundesh të kesh energji, këto jo se më lëndon mua, apo më vret mua, më prek mua, apo më ul mua vlerat që kam, por thjesht për faktin se gjitha atë energjinë që ke ruajtur dhe po investonte unë, imagjinoj që një person negativ ta investoj të vetja e tij për të përmirësuar, imagjino sa jetë shumë herë më të lumtur do të kishte dhe shumë herë më produktive dhe më të mirë. Po gjithsesi, secili jeton në realitetin e tij dhe mbase në realitetin e tyre këta njerëz po bëjnë diçka të mirë. Dhe e drejta dhe e gabuara nuk ekziston, unë këtë them gjithmonë. Dhe kur ndonjëherë ndihem sikur pse njerëzit nuk e kuptojnë që duhet bërë kështu, pastaj them, prit Rizarta një sekond, kush je ti që ti tregosh njerëzve se si duhet të sillen, mbase ti e ke gabim dhe ata janë saktë. Domethënë secili krijon realitetin e tij dhe ti nuk ka ndryshon dot. Qofse ata janë mësuar dhe janë ushqyer me atë lloj. Domethënë ata jetojnë në atë realitet ose janë ushqyer. Dhe kështu, this is my life. Ditë kam pasur edhe atë mendimin dhe ndjesinë dhe idenë që nuk duhet pasur, por sapo të kthehem do vazhdoj të lexoj, të shoh podcastet e mia, të kaloj kohë me njerëzit që dua, edhe di që pastaj do më largohet. Kam pasur ndjesinë që nuk po bëj mjaftueshëm, që mund të bëj shumë herë më shumë. Dhe e vërtet, ne mund të bëjmë shumë herë më shumë nga çfarë bëjmë. Kjo është vërtet, nëse ti e përdor gjithë 100% kapacitetin e trurit apo të energjive për të bërë diçka apo për të bërë shumë gjëra mund të realizosh, nuk është e pamundur. Por në fund të ditës si je njeri edhe mbase unë ndihem mirë duke bërë kaq gjëra dhe unë nuk e kuptoj këtë gjë, se gjithmonë ndonjëherë për shembull në tema, sidomos në tema kur diskutohet me influencer, gjithmonë diskutohet sa bën njëri, sa bën tjetri, sa pun ka njëri, sa pun ka tjetri, sa fiton njëri, sa fiton tjetri, të thua, okay, unë jam në të njëjtën botë dhe mund të fitoj më shumë, mund të bëj më shumë. Po mbase unë nuk dua të bëj ato lloj kompromisash që disa influencers apo disa njerëz të tjerë mund të bëjnë. Ndoshta unë bëj kaq sa bëj sepse vërtet jam unë, domethënë që për të qëndruar autentike unë do të bëj kaq gjëra. Dhe për to keep my mind sane, unë do të bëj kaq gjëra, nuk kam se të sforcohem të lodh veten. Ndonjëherë duhet të mjaftohemi me kaq sa kemi dhe lumturia e vërtet për mua është të kuptosh që aq sa ke mjafton dhe të mos kesh babzitjen apo ambicien për të pasur më shumë, gjëra që nuk të nevojiten dhe nuk të duhen. E dini sa herë kam thënë që do nis YouTube, në fakt që kur kam hedhur videon time të parë të TikTokut, mendova që të nisja YouTube-in. Duket sikur komuniteti i YouTube-it është më i mirë, po nuk ja kam iden si funksionon. Nuk e di si duhet editoj video tani. Në fakt unë jam editore e mirë. Kam bërë për shkollë bëja edhe dokumentare në fakt. Editoj shumë mirë me Premiere, por të merr shumë kohë dhe nëse don ti bësh perfekt të gjitha në çdo platformë, ti jesh e mirë në çdo platformë, mendoj që don secila kohën e saj, dhe nuk e di se sa kohë mund të kem unë që të bëj video perfekte YouTube-i, por thjesht do t'i bëj, do t'i postoj pa pasur pritshmëri fare se si do ta kem editimin. Nuk do jetë ndonjë video filmi, mendoj, edhe mund të jetë, por nuk besoj të jetë se nuk kam aq shumë kohë që të editoj në mënyrë të tillë, por ju premtoj që do jenë video të vërteta edhe do ndaj gjithmonë për ditëshmërinë time ose çfarëdo që do ndaj në YouTube këtu me ju. Tani jam gati për të dalë. Kjo është veshja. Tani ku po ikim ne? Në teleferik. Tani po ikim në teleferik. Do bëjmë foto edhe do bëjmë gjëra me teleferik. Obviously. Le cabine, sì. Teleferico. Arritëm në vendin ku ndodhet teleferiku. Vërtet temperaturat janë shumë në anën tonë, sepse nuk është shumë ftohtë dhe mund ta shijojmë mirë. Mjekull është shumë qartë, edhe nuk do... Keni super pamje një. Pa.
the view is amazing. Askush nuk ka Margarita. Qaci. Të bukur. Po pres baba gjyshin. Të zbres nga aty. Kush do e haj? Jo. 1, 2, 3. Jepi. Ashtu ë? Po ha gjithë. Shiko si uret ky guri, me ngrihet kur hapet dera. I kemi hapur kurrent që Hi papi, course. How cute are you? No, I love you. Don't be mad. Tani jemi kthyer tek dhoma, mbaruam gjithë editimin dhe postimin e videove. Vajzat do mblidhen tek dhoma jonë sepse kemi me 2 kate, kemi shkallët aty, kemi një dhomë lart dhe të gjitha do bëjmë një pijama party, do marrim disa snacks dhe do bëjmë muhabet, do lozim, nuk e di çfarë do bëjmë, do gjejmë diçka. Në fakt e kishim lënë të mblidheshim në orën 8, ora tani është 8:20. Vajzat erdhën tek dhoma jonë, po dhoma jonë ishte rrëmuj. Ne ishim duke fletur gjumë, ishim shtrirë dhe nuk ishim gati, kështu që është tym pak. Tani po presim dhe shpresojmë që të mos na gjykojmë për rrëmujën që kemi në dhomë. Mirëmëngjesi, ne tani po bëjmë skincare-in dhe rutinën e mëngjesit, që do bëjmë gati për të konsumuar mëngjesin dhe gjithashtu pas mëngjesit në planin e ditës kemi Gingerbread House. Dhe jam shumë entuziaste. Në fakt është mëngjes herë tani, është ora 7. Dielli këtu nuk ka lindur akoma. Dielli linte në orën 8, me sa kuptuam. Është dita e fundit këtu, kështu që me këtë ditën do mbyllet edhe vlogu i sotëm. Mëngjesi, ja, kam thënë mëngjesi. Ne sa po zbritëm për të ngrënë mëngjesin dhe po vije por. Kjo është bara e parë që po shikoj këtë vit, në fakt edhe vjet nuk kam parë dorë, por është kaq magjike. Vetëm një orë kohë tashmë nga nisja për në aeroport dhe vendosëm që të dilnim në qytet, të shikonim qytetin sërish, të bënim një ecje. Pamja këtu është shumë i bukur, është shumë qytet dhe qetë, edhe vërtet dua të kthehem sërish këtu. Ndoshta që ta shijoj pak më shumë, se gjithë udhëtimi ka qenë me foto, me video, me gjithçka. Dhe ndoshta një largim i vogël qoftë edhe për 3 ditë pa telefon. Është perfekt. Se qyteti kalojnë makinat dhe nuk dëgjohet asnjë lloj zhurme, njerëzit janë shumë të paqët, shumë të qetë, edhe vërtet është shumë bukur.